Në këtë rast, a mund të ketë një kosto për vetë Donald Trump kjo ngjarje, duke qenë se po diskutohet edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe mund të shndrohet në një debat elektoral në zgjedhjet në fushatën elektorale të midtermit në nëntor. Dhe nga ana tjetër, a mund të ketë një reagim, po themi, të Amerikës kundrejt Edi Ramës, duke qenë se i doli situata nga kontrolli? Trump është në mandatin e dytë dhe të fundit. Në zgjedhjet e mes mandatit nuk kandidon Trump, kandidon 1/3 e Senatit edhe e gjithë dhoma e përfaqësuesve. Ata të gjithë në mënyrë individuale mund të distancohen nga Trump për këtë çështje. Por Trump dhe Biden i kanë mbijetuar situatave shumë më të vështira. Skandali i ashtu quajtur Russia Gate ka qenë përbasa shumë më i madh se sa ky, edhe nuk e ka dëmtuar Trumpin në rrugën drejt presidencës. Skandali Burisma i Joe Bidenit, ku djali i tij ishte i përfshirë direkt në shkarkimin e prokurorit përgjithshëm të Ukrainës dhe në lidhje me një oligark të korruptuar në Ukrainë, që ishte person në kërkim në Ukrainë, gjithashtu nuk e dëmtoi presidencën Biden në kuptimin që ai nuk u shkarkua, ai e kreu i qetë mandatin e vet 4 vjeçar. Nuk mendoj se Shqipëria është kaq e madhe dhe afera e Sazanit dhe Nartës është kaq e madhe sa që të rrezikoj rezultatin e republikanëve në zgjedhjet e ardhshme. Kanë boll gjëra për të cilat duhet u dhem koka republikanëve. Kanë luftën e Iranit, kanë vrasjen e Charlie Kirk, kanë nivelin ekonomik që nuk po përmirësohet, shkëmbimet tregtare që nuk po përmirësohen, luftën e Ukrainës që Trumpi kishte thënë do ta mbyllë brenda ditës dhe nuk e ka mbyllur dot. Shqipëria besoj që është në fund të listës. Zoti Çipi, të ndalemi tek një aspekt ku Edi Rama deri diku e ka lënë dhe të nënkuptuar që ka një dorë të Albin Kurtit në organizimin e protestave, por edhe që kërkon rrëzimin e Edi Ramës. Ju si mendoni, a është Albin Kurti ajo figurë politike që mund ta fundosë Edi Ramën dhe mund ta çojë drejt rrëzimit? Shkurt jo. Albin Kurti e ka testuar logon e tij, vetëvendosjen në zgjedhjen në Shqipëri dhe ka parë se nuk ka mbështetje. Shqipëria nuk është Kosova, Albin Kurti nuk ka atë histori politike në Shqipëri që e ka në Kosovë. Unë mendoj që kjo është një nga shashkat e shumta që ka lëshuar Rama. Rama përmes gojës vet apo përmes gojëve që i ka me qera, që nga Karamuço e Ben Meçe deri te Tauland Balla e të tjerë, kanë akuzuar Iranin, kanë akuzuar Greqinë, për Greqinë ka folur madje edhe Ali Ahmeti, kanë akuzuar Serbinë, kanë akuzuar Rusinë, dhe tani do të akuzojnë sigurisht edhe Albin Kurtin, nesër do të akuzojnë edhe, nuk e di, në një parti italiane apo zvicerane apo skandinave. Po e gjitha kjo nuk e mbulon dot vërtetën. Njerëzit janë të lodhur. Njerëzit janë të irrituar sa s'ka më. Njerëzit thanë boll është boll. Dhe pika kur thanë boll është boll është kur pan një qytetar të zvarrisej, të tërhiqej zvarr pra nga polici private të veshur si kriminal në pranit policisë shtetërore që bënte sikur nuk ishte aty. Po a është kjo arsyeja pse ka ndalë? Jo. Arsyeja ka qenë akumuluar prej kohësh. Tërheqja e qytetarin në Zvërnec ka qenë detonatori që e shpërtheu gjithë zemrimin. Zoti Çipi, të ndalemi te një element sa i përket ishullit Sazanit, ku ka teori të ndryshme, ka pikpyetje të ndryshme që investimi i kërkuar në Sazan shkon përtej një investimi turistik, pra mund të shkojë drejt një qëllimi ushtarak në këtë rast. Ju si mendoni, a ka një qëllim tjetër që shkon përtej atij petkut të investimit turistik? Vend për spekulime ka. Prova unë nuk kam. Unë nuk mund të them me bindje se nuk do të jetë gjëra të kushten për Izraeli që do ta kontrollojë atë ishull. Unë di që Rama po zhvendos partneritetin në fushën
e mbrojtjes nga Turqia drejt Izraelit. Pra tani po bëhet Izraeli partner bashkëpunimi ushtarak me Shqipërinë dhe nuk është më Turqia. A do ta marrë Izraeli Sazanin? Unë këtë nuk e di, edhe nuk kam nga të di. Nëse do të ndodhë, do të jetë lajm shumë i keq për Shqipërinë. Ushtria izraelite ka treguar që atje ku vjen përkohësisht mbetet për jetë. Dhe për ta ruajtur pozicionin e vet është gati të bëjë rrafsh qytete dhe fshatra dhe të shpërngul me dhunë popullsinë vendase që i shpëton bombardimeve dhe vrasjeve me snajper. Nga ana tjetër, ajo që më shton dyshimet se e ardhmja e Shqipërisë nuk është roz, është fakti që Izraeli ka një partneritet të shpallur me Republika Srpska, përveç se me shtetin e Serbisë. Dhe kur kemi parasysh statusin e pasgjidhur të Bosnjës, problemin ende të pasgjidhur të territoreve midis Shqipërisë dhe Serbisë, dhe këtu kanë parasysh Mitrovicën e Veriut dhe 3 krahinat shqiptare në lindje, Preshev, Medvegjë dhe Bujanoc. Dyshoj se planet e tjera o Gurzeza po thurren në dëm të Shqipërisë. Do të kujtoja këtu edhe një deklaratë të bërë nga Pascal Milo, ish ministri i jashtëm i Shqipërisë, i cili thotë se një diplomat i huaj i nivelit lartë i ka thënë Kosova do të bashkohet me Shqipërinë, por me Shqipërinë e Veriut. Duke nënkuptuar se do të ketë një ndarje në shkumbin dhe Shqipëria e Jugut do të shkojë diku tjetër. A do të bëhet Izrael apo Greqia e Veriut sipas atij plani, unë këtë nuk e di. Kur bëhet fjalë që është, domethënë jo është komunikuar një gjë e tillë. Kur ka qenë ministri i jashtëm në fund të viteve 90 ose në fillim të viteve 2000. Pra ka një agjendë dhe ka një plan shumë vite më parë. Fuqitë e mëdha kur nuk bëjnë asgjë pa një agjenda fatgjatë. Me që e përmenda Bosnjën, me lejonit të them një gjë që me siguri publiku i gjerë nuk e di. Bosnja nuk është vend sovran. Në Bosnjë është ndaluar gjenocidi me ndërhyrje ushtarake dhe pastaj me tryezë bisedimesh, me negociata në vitin 95, por Bosnja sot është një koloni e OKB-s, sepse ka një guvernator të caktuar nga OKB-ja, që e quajmë komisioner i lartë, i cili ka të drejtën të shfuqizojë çdo ligj që miraton parlamenti i Bosnjë-Hercegovinës dhe çdo vendim të qeverisë. Në qoftë se një individ ka të drejtë të rrëzojë një ligj, këtu nuk kemi të bëjmë me republikë, kemi të bëjmë me monarki ose me koloni. Tani, u shtoj pyetjen, kujt i intereson status quo-ja prej 30 vjetësh në Bosnjë? Kujt i intereson kjo ndarje që nuk po zhduket? Pra ndarja midis bosnjakëve, serbëve, se nuk duhet i quaj musliman, duhet i quaj bosnjak, bosnjakëve, serbëve dhe kroatëve. Kur ka ndërmend ta zgjidh komunitetin ndërkombëtar një herë për gjithmonë këtë çështje? Sepse liderët e Republika Srpska po priten Izrael me protokoll dhe me nderime të plota, ndërkohë që kërcënojnë stabilitetin e Bosnjës. E njëjta gjë po ndodh me komunitetin ndërkombëtar që nuk po tregon cila është zgjidhja për Mitrovicën e Veriut. Për ta thjeshtuar, mua nuk më takon të vendos çfarë do të bëhet me Mitrovicën e Veriut. Unë jam shtetas i Shqipërisë. Atë vendim duhet ta marrin qytetarët e Kosovës. A do të ketë shkëmbim territori apo shkëmbim populatash? Kjo është një çështje që duhet ta vendosin ata. Por dikur këto mosmarrëveshje duhet të mbarojnë, nuk mund të vazhdojnë me shekuj. Po ashtu në Bosnjë, o do ketë një formulë paqeje që i përfshin të gjithë palët, po një republikë funksionale, jo një koloni me një komisioner të dërguar nga OKB-ja, ose Bosnja do të ndahet. Se unë zgjidhje tjetër nuk shoh. Sa më shpejt këto dy vende, Kosova, Bosnja, po pse jo dhe Shqipëria, edhe Maqedonia, se dhe ajo ka problemet e veta, të adoptojnë modelin zviceran të bashkëtesës.
me një kushtetut demokratike që u siguron paqe, prosperitet dhe miqësi, vllazëri po të doni, etnive të ndryshme, grupeve etnike që flasin gjuhë të ndryshme. Në Zvicër kemi 4 gjuhë zyrtare. Në qoftë se nuk arrihet pra në një formulë të tillë që do të bëjë të plot integrimin e qytetarëve të këtyre shteteve brenda shteteve, të gjitha këto shtete janë kandidate për shpërthyer. Janë mina me sahat për të cilin dikush që ne nuk kemi fort informacion ka telekomandën. Këto mina duhen deaktivizuar. Zoti Çipi, unë ju falenderoj që ishit në Agora News. Edhe unë ju falenderoj për ftesën dhe ju uroj suksese portalit tuaj. Të dashur shikues, bashkë do shihemi në intervista të tjera, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.